Ta ofreshin telefoni falas për njerëzit që kanë ardhur për t'i rilidh njerëzit me njerëzit e tyre në për Evropë të botë. Kemi qenë diku në zgaboj një afër 200 vetash në atë kamp. Ata organizuan jetën aq shumë, na dhanë mundësi aq shumë që na mos më umërzit në atë pjesë. Na ofruan kryqin e kuq, na ofruan çdo gjë, na ofruan. Edhe pastaj kam filluar me pyetëm çka mas. Kam filluar me u interesu, ku më u regjistru, ku më shku. Sigurisht Amerika është targeti i parë, po Amerika kuptova që e ka zhvendos fokusin nga Stenkovec 1, e ka vendos fokusin te Stenkovec 2. Stenkovec 2 ka qenë në qendër e dytë, në radhës pasi është ngarku Stenkovec 1. Pastaj për mua ka qenë target Izraeli dhe ka qenë Australia si mundësi sepse pak njerëz u paraqiteshin për Australi sepse vendi i largët. Izraeli dhe Australia ishin vende që kishin hapësinë me u paraqit, me u regjistru për me mujt me shku. Izraelin se kam ditë, se kam njoft, s'kam pas në informata, kam njoft vetëm si emër, nuk kam ditë, për mua ka qenë arabi në atë kohë, perceptimi jam edhe në interesin kam pas ma tolt. Harrova me përmendën një gjë, unë u punësova pastaj në si vullnetar, kuptohet, në Save the Children, ata ofreshin telefoni falas për njerëzit që kanë ardhur për t'i rilidh njerëzit me njerëzit e tyre në për Evropë të botë. Edhe na kemi dhënë shërbëj, kanë qenë në zgabon diku 8 telefona që këtë kohën i kemi dhënë dhe kanë pas ka 2-3 minuta kohë njerëzit me u rilidh, me thonë që na jemi në Stenkovec, kemi kështu gjallë, kaq ka qenë ideja me këtij shërbimi. Por ose një ditë që është vend perëndimor. Erdhi koha na i caktuan terminin për të bërë kontrolla shëndetësore, i njoftova familjen dhe kemi përfunduar në Sydney. Ne kemi përfunduar në një zonë që është mes Victorias dhe New South Wales, mes Melbourne edhe Sydney, Albury-Wodonga. Në zgabon jana ka qenë në një vend, ka qenë si tip fshati, por ka qenë si bazë ushtarake e Australisë. Ka qenë një super pritje. Një super pritje, domethënë që fjalët janë të mangëta për ta përshkruar mënyrën që ata kanë hap dyert, kanë hap zemrat, kanë hap gjithçka, edhe komuniteti dhe gjitha. U akomodum, kemi qenë diku në zgaboj një afër 200 vetash në atë kamp, edhe aty kemi jetu pjesën tjetër, aty më lindi edhe djali vllaut, sa ishim atje. Ata në ofruan gjitha, i ofruan mundësinë e organizimit në klube, unë më mend përpara kur një tem s'kam luajtur bilardo, s'kam ditë as bilardo. Edhe fillova atje, s'kam ditë as me rrok topin e bardhë të bilardos, në fund mora vendin e parë bilardos. Ata organizuan jetën aq shumë, na dhanë mundësi aq shumë që na mos më umërzit në atë pjesë. Na ofruan kryqin e kuq, na ofruan çdo gjë, na ofruan, nuk ka pas diçka që që ky sen po mungon përveç që na mungojë neve Kosova. Nuk na mungojë kuptimin e jetës atje, plus na kemi hapur kushte minimale për me thonë. Në Kosovë, paktën neve në fshat kemi pas, nuk kemi hjek për bukën e gojës, po kushte kemi pas minimale. Më mend kur kam qenë në Zanz në vitin 90, i kam kep vetë në sandalës, kam shku me sandalë në shkollë. I kam kep vetë, sepse mu çka pjesa e sandalës edhe e tash imagjinon për keq asaj ose fletorët fillojmë na furnizu agja që ka jetuar në Prishtinë, sepse në një moment si sot më mend morën thaste millet që kanë qenë, me i pre në formatin e fletores, me i kthy në fletore, me i organizu sepse s'kish mundësi as me ble fletore. Edhe në mbrëmje agja erdhi na puni fletore neve dhe fëmijëve të agjës tjetër. Edhe pritja ka qenë fantastike, lindi djali vllaut, kosovari, na lindi po vllau kur ndam tha, nëse lind tha djalë tha, ja lënë emrin ta kosovar. Se lind ta vaj sa elën e kosovar. Tha unë tha s'ka rëndësi, tha jam të ku jam, por tha ju tha po hecni, tha kështu që tha këtë ta keni tha nëse lind gjallë tha kjo është emri tha me cilin ai duhet. A u lidhët me vllaun? A ishin këtë? Jo, na s'kemi pas asnjë kontakt me vllaun deri pas luftës më kemi pas të shkut në këtë kontaktet. Pastaj lufta përfundoi shumë shpejt. Fillojmë të organizu, ata thanë që na nuk mundam ju kthy juve më një herë sepse ka mina për pa na dhënë dritën e gjelbërt ku diun të organizatat herë fishin. Po tash po e kuptoj që ka qenë organizata ndërkombëtare. Nëse na japin dritën e gjelbërt që është safe place, është vendi i sigurt, më ju kthy ju në vendin ku jeni ardhur, edhe ka qenë fluturimi i parë, ka qenë në gosht. Nëse s'gaboj ka qenë diku 8 gosht. Edhe unë paraqit, na jemi paraqit krejt për me ardhur në fluturimin e parë. Por gruan e vllaut nuk e kanë lënë me fluturu për parë sepse lindi me 3 gusht djali dhe tha që i duhet kohë për me u forcu.